Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do të flasim rreth temës ruajtja e shoqërisë sipas Kuranit të shenjtë. Në ajetin 2 të surës Maide, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dhe bashkëpunoni me mirësi dhe devotshmëri, e mos bashkëpunoni me mëkat dhe armiqësi. Islami nuk është vetëm një metodë besimi, bindje dhe ndjenje në zemër, por ai është një mënyrë e plot e jetës reale njerëzore, ku besimi dhe bindja shndrohen në praktik dhe sjellje në të gjitha aspektet e jetës. Islam do të thotë dorëzim i plot ndaj krijuesit, Allahut fuqiplot. Sipas Kuranit, marrëdhëniet duhet të ndërtohen mbi sinqeritetin, dashurinë, mëshirën, solidaritetin dhe këshillimin e ndërsjellët. Besnikëria, butësia, dashuria, mirësia, drejtësia dhe fisnikëria duhet të jenë bazat themelore në marrëdhëniet shoqërore. Islami, kushtetuta e të cilit është Kurani i shenjtë, e ka bërë çdo musliman përgjegjës në mjedisin e tij shoqëror dhe që të ushtrojë rolin e tij shoqëror dhe ndërtues në çdo pozitë që ai ndodhet, qoftë pushtetar, intelektual, dietar, fetar. Pra duhet që të ushtrojnë rolin e tij shoqëror dhe ndërtues në mesin e shoqërisë. I dashur i zemrave tona, i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: të gjithë ju jeni barinj dhe secili prej jush është përgjegjës për tufën e tij. Kurani i shenjtë është kushtetuta e përjetshme e mbar njerëzimit. Nuk vjen libër tjetër nga Allahu pas Kuranit. Kurani dallohet për përfshirjen dhe trajtimin e plot të gjitha çështjeve të jetës. Ai ka vendosur parime të përgjithshme për marrëdhënien individ-shoqëri, duke i përcaktuar secilës palë të drejtat dhe detyrat që i takon, me qëllim ruajtjen dhe ngritjen e shoqërisë drejt përsosjes shpirtërore. Me rregullat e tij, Kurani i shenjtë synon për hapjen e dashurisë, mirësisë dhe harmonisë në mesin e shoqërisë njerëzore dhe jo vetëm në mesin e shoqërisë islame. Për ruajtjen e shoqërisë, Kurani urdhëron këto vepra, pra të veprohen këto vepra. E para, Kurani i shenjtë urdhëron bashkëpunim me mirësi dhe devotshmëri dhe refuzon, dënon, kundërshton bashkëpunimin me mëkat dhe me armiqësi. Dhe për këtë, në ajetin 2 të surës Maide, Allahu i madhuar thot: bashkëpunoni me mirësi dhe me devotshmëri dhe mos bashkëpunoni
me mëkat dhe armiqësi. Sa e mrekullueshëm pra ky ajet. Nëse do të bashkëpunonim me mirësi me njëri tjetrin, me devotshmëri, pra duke patur frikë Allahun, padyshim që shoqëria do të sundohej nga drejtësia, nga vllazëria, nga mirësia, nga paqja. Së dyti, Kurani i Shenjtë urdhëron për mirësjellje ndaj antarëve të shoqërisë. Dhe për këtë, Allahu i madhëruar thot: adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë. Silluni mirë me prindrit, me të afërmit, me jetimët, me të varfrit, me fqinjin e afërt dhe fqinjin e largët, me shokun pranë jush, me udhëtarin dhe me ata që janë në zotrimin tuaj. A ka porosi më të madhe? A ka porosi më të mrekullueshme se kjo? Këtë urdhëron Kurani, pra mirësjellje, respekt, dashuri për të tjerët. Së treti, Kurani urdhëron për të pajtuar në mesin e besimtarëve. Dhe për këtë, në ajetin 10 të surës Huxhurat, Allahu i madhëruar thot: besimtarët janë vëllezër. Prandaj pajtoni mes vëllezërve tuaj dhe kini frikë Allahun që të mëshiroheni. Sa mësimi mrekullueshëm. Por fatkeqësisht sot shohim që ky ajet është braktisur. Po përhapet për konflikti, mos marrëveshja, mos pajtimi në mesin e besimtarëve. Fatkeqësisht po punohet në kundërshtim me fjalën e Allahut. Allahu na thotë që besimtarët janë vëllezër, ndërsa disa me pretekstin se po urdhërojmë në të mira, po ndalojmë nga e keqja, po përhapin konfliktin, po përhapin mos pajtimin mesin e besimtarëve. Kurani urdhëron për falje dhe tolerancë. Allahu i madhëruar thot: prano faljen, urdhëro për të mirën dhe largohu nga të paditurit. Ajeti 199 i surës Araf. Pra të gjitha këto ajete të dashur vëllezër dhe motra që po përmend garantojnë ruajtjen e shoqërisë njerëzore në përgjithësi dhe të asaj islame në veçanti. Të gjitha këto mësime që përmbajnë këto ajetet e begata e lartësojnë shoqërinë në gradën më të lartë shpirtërore dhe i afrojnë njerëzit sa më shumë e krijuesin e tyre. Kurani urdhëron për këshill dhe durim, si thot në ajetin 3 të surës Asr: "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Dhe këshillojeni njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshillojeni njëri tjetrin për durim. Durimi është çelësi i çdo mirësie. Asnjëherë nuk duhet të jemi pra të nxitueshëm. Asnjëherë nuk duhet të gjunjëzohemi përballë fatkeqësive, problemeve, vështirësive. Nëse ne vërtet themi që jemi besimtar, nëse vërtet zemrat tona janë të lidhura me Krijuesin, me Allahun, nuk ka arsye pse ne të dëshpërohemi, të pikëllohemi, apo të gjunjëzohemi. Asë dhe njëherë: "Ala inna awliya Allah la khawfun alejhim wa la hum yahzanun." Vërtet, të dashurit e Allahut, miqtë e Allahut, ata që janë të lidhur pra me Allahun, ata as nuk friksohen, as nuk pikëllohen. Po ashtu, Kurani urdhëron
edhe për reformim dhe ndryshim, për të ruajtur shoqërinë nga devijimi moral, nga të këqijat dhe ndytësitë. Kurani urdhëron bërjen e të mirave dhe ndalimin e bërjes së të këqijave. Këtë e përmend në Këshillën e Lukmanit për djalin e tij, të cilit i thot: "O biri im, fal namazin, urdhëro për të mirën, ndalo nga e keqja dhe duro për atë që të godet." Me të vërtet, kjo është nga çështjet që kërkojnë vendosmëri. Gjithashtu në ajet tjetër, Allahu i Madhuar thot: "Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata vetë ndryshon çfarë kanë në vetat e tyre." Pra ndryshimi duhet të fillojë nga vetja. Duhet ta fillojmë nga brendia jonë, të ndryshojmë brendin tonë, të ndryshojmë veten tonë në atë që është më e mira. Dhe ky ndryshim bëhet duke u bazuar pra te Kurani i shenjtë, i cili udhëzon në atë që është më e mira, më e bukura, më e përsosura. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Vërtet, ky Kur'an udhëzon në ato që është më e mira, më e përkryera. Të dashur vëllezër dhe motra, për ruajtjen e shoqërisë, fjala e Allahut, Kurani i shenjtë, na ndalon bërjen e këtyre veprave. Së pari, Kurani ndalon agresionin dhe padrejtësinë ndaj të tjerëve, ndalon vrasjen, grabitjen e pasurisë dhe cënimin e nderit. Për këtë Allahu i Madhruar në ajetin 190 të surës Bekare thot: "Mos bëni padrejtësi, sepse Allahu nuk i do ata që bëjnë padrejtësi." Padrejtësia është burimi të gjitha të këqijave. Padrejtësia pra çon në agresion, çon në vrasje, çon në grabitje, grabitjen e pasurive të tjerëve dhe në cënimin e nderit. Për ruajtjen e shoqërisë, Kurani i shenjtë ndalon hyrjen në shtëpitë të tjerëve pa lejen e tyre. Për këtë Kurani thot në ajetin 27 të surës Nur: "O ju që keni besuar, mos hyni në shtëpitë që nuk janë tuajat pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur banorët e tyre." Pra është një etik madhështore që na përmend Kurani. Në një ajet tjetër thot: "Nëse ju thuhet që kthehuni." Pra kur shkoni në shtëpinë e një dikujt dhe i zoti i shtëpisë nuk është, atë Kurani thot: "Nëse ju thotë që kthehuni, dhe kjo është më e mira për ju." Ky është pra Kurani. Nuk ka lënë asgjë pa sqaruar. Por fatkeqësisht jemi ne që e kemi braktisur, e kemi hedhë pas shpine Kuranin e shenjtë. Për ta ruajtur shoqërinë, Kurani ndalon mohimin ose paksimin e të drejtave të njerëzve. Për këtë Allahu i Madhruar thot: "Mos u paksoni njerëzve të drejtat e tyre." Ajeti 85 në surën Araf. Pra t'i japim gjithë secilit atë që meriton. Haku i tjetrit është shumë i rëndë, të dashur vëllezër dhe motra. Allahu e fal hakun e tij. Ai është falës mëshirës. Por nuk ta fal hakun e tjetrit, nëse ai tjetri nuk ta falet. Prandaj le të kemi kujdes me hakun e të tjerëve. Për ta ruajtur shoqërinë, Kurani i shenjtë ndalon dyshimin për keq, spionimin dhe përgojimin e njerëzve. Allahu i Madhruar në ajetin 12 të surës Hujurat na thot: "O ju që keni besuar, shmangni shumë nga dyshimet, sepse disa dyshime janë mëkat. Mos spiononi dhe
mos përgojoni njëri tjetrin. Gjithashtu për ruajtjen e shoqërisë, Kurani ndalon përhapjen al-fawahish, të imoralitetit, të ndytësive, të këqijave. Allahu i madhruar në ajetin 19 të surës Nur thot, me të vërtet ata që dëshirojnë që të përhapin e fawahish, pra imoralitetin, të ndytësit, të këqijat, ndër besimtarët, për ta ka dënim të dhemshëm. Pra kushdo që përpiqet të përhap ndytësit, të neveriturat, të këqijat, shkatërrueset në mesin e besimtarëve, për ta ka dënim të dhemshëm tek Allahu i madhëruar. Fjala al-fawahish, al-fahishatu, që përmendën në ajet, përfshin çdo gjë që njeriu i vjen turp t'i zbulohet ose t'i bëhet publike, qoftë nga trupi i tij, nga sekretet e jetës së tij private, nga marrëdhënia me bashkëshorten apo nga pasuria që ai zotron. Është transmetuar nga Abdullah ibn Sinani se ka thënë, i thash Imam Sadikut paqja qoftë mbi të, a është ndaluar që besimtari t'ia zbuloj pjesët e turpshme besimtarit tjetër? A i tha po. I thash, e ke fjalën për pjesët e turpshme të trupit? Imami i tha, jo vetëm ashtu siç mendon ti. Ajo është edhe për hapja e sekretit të tij. Prandaj, le të kemi kujdes. Nëse dikush na beson një sekret, ta ruajmë si sytë e ballit. Dhe mos ja përhapim, sepse është mëkat i rëndë. Sepse përhapja e sekreteve çon në armiqësi, në urrëtie, ndoshta edhe në krime. Dhe Islami i pastër për ta ruajtur shoqërinë e ndalon për përhapjen e sekreteve të tjetrit. Prandaj Kurani i shenjtë në ajetet e tij siguron atë që garanton mbrojtjen dhe imunitetin e shoqërisë njerëzore. Ai vendos një sistem të saktë dhe gjithëpërfshirës me rregulla dhe vlera morale në mënyrë që siguria, harmonia, bashkëjetesa dhe solidariteti të jenë tipare themelore në jetën shoqërore. Islami ka paralajmëruar përhapjen e të metave të njerëzve në shoqëri dhe ka theksuar pasojat dhe rrezikun e këtij veprimi, të cilët janë e para dënimi i dhëmshëm në ditën e ringjalljes. Dhe për këtë pra flis ajeti 19 në surën Nur. Për ta ka dënim të dhëmshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Së dyti, ata braktisen nga ndihma e Allahut, pra ata që përhapin të metat e njerëzve të këqijat apo sekretet, ata braktisen nga ndihma e Allahut. Pra nuk ndihmohen nga Allahu fuqiplot. Është transmetuar nga Imam Rizai, paqja qoftë mbi të, se ka thënë, ai që e fsheh një vepër të mirë, ajo vlen sa 70 vepra të mira. Ai që përhap një të keqe është i braktisur, pra nga ndihma e Allahut. Ndërsa ai që e fsheh një të keqe është i falur. Pra kushdo që e fsheh një të met apo një të keqe të tjetrit, ai është i falur. Çfarë madhështie ka mbulimi i të metave dhe të këqijave të tjerëve. Gjithashtu është transmetuar se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, kush përhap një imoralitet është sikur ai që e ka filluar atë. Transmetohet nga Imam Musa al-Kadhim, paqja qoftë mbi të, se një person i tha, u bëfsha kurban për ty, më ka arritur një lajm për një nga vëllezërit e mi që nuk më pëlqen,
por kur e pyes ai e mohon, pra e mohon lajmin. Ndërsa disa njerëz të besueshëm më kanë treguar për të, për atë lajm. Imami i tha: "O Muhammed", pra ishte ti personi që bisedoi pra me imamin, "përgënjështroje dëgjimin dhe shikimin tënd për hir të vllait tënd. Edhe sikur 50 dëshmitar të dëshmojnë kundër ti, ndërsa ai vetë thot diçka tjetër, besoje atë dhe përgënjështroje atë. Mos përhap për të diçka që e turpron dhe i shkatëron nderin, sepse atëherë do të jesh nga ata për të cilët Allahu i madhuar thot, vërtet ata që dëshirojnë që immoraliteti të përhapet ndër besimtarët, për ta ka dënim të dhëmshëm në këtë botë dhe në botën tjetër." Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje, Kurani paraqet një sistem të plot lerash dhe rregullash që synojnë ruajtjen dhe harmoninë e shoqërisë. Po ashtu, këto rregulla synojnë përhapjen e drejtësisë në mesin e shoqërisë. Kurani thekson rëndësinë e respektit të ndërsjellë, ndihmës ndaj të tjerëve, drejtësisë, solidaritetit dhe mbrojtjes së dinjitetit njerëzor. Përmes këtyre parimeve, Kurani i shenjtë i udhëzon besimtarët që të ndërtojnë një shoqëri të drejtë dhe të qëndrueshme, ku secili individ respekton të drejtat e tjetrit dhe kontribon në të mirën e përbashkët të shoqërisë. Zbatimi i këtyre mësimeve të Kuranit ndihmon në krijimin e një komuniteti të bazuar në paqë, në dashuri, në bashkëpunim dhe përgjegjësi morale. Qofshim për atyre që veprojnë vetëm vepra të mira dhe largohen nga të këqijat, insha Allah. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Allahu na e pranoft agjërimin, adhurimet, veprat në këtë muaj të bekat të Ramazanit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqe, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.